Atëherë përshëndetje për të gjithë. Mirë se vini në këtë webinar, i cili është pjesë e serive të Empower Biz Webinars, organizuar me në kuadër të platformës Business Im, edhe përkrahët prej projektit Enabling Income Generation for the Poor. Sot kemi kënaqësinë që të diskutojmë rreth temës së dizajnimit të shërbimeve inovative. Me neve është Ljorik Gjëmbolaj, një ekspert me përvojë në konsulencën menaxheriale, i cili ka menando praktikat edhe këshillat më të vlefshme dhe më të mira për të gjithë ju pjesëmarrësit. Ljorik, mirë se vjen edhe faleminderit që je me neve, po ta japi fjalën për na. Faleminderit. Është ndërë të kënaqësi me të qenë ato kështu ka shpisedues me juve. Përvoja jeme në konsulencë tash të këty nështë në vitin e 18 si konsulent punësi i ri, më thonë për një sektorit më fillu një në sektor të marketingut, pastaj bankar, edhe jem drejtu përfundimisht në si konsulent profesional, të më thonë të moshën 23-4 vjeç, që atër është puni drejtu si konsulent junior, pastaj normal. Përvoja bën vetëm, që pikimin të bën vetëm. Unë i përgëzoj gjithë ata që kanë dëshirë mu marrë me konsulencë në aspektin profesional, jo vetëm kështu sezonal, ose sipas kërkesa ato këtë klientelës së kështu me radhë. Konsulenca është pak e ke shkuptuar në botën e afarizmit, po e përjetoj edhe në çdo ditë ndoshta. Më me thonë që një vjetë se përjetoj, për arsye që më pak orientuar në disa projekte investive, të më thonë personale, po tjera ditë që kona aktiv, që thonë pak e shkuptime, ka pak kështu edhe elemente jokes rënd për neve si konsulent. Çfarë konetacioni ka konsulenca për neve që s'pëdim? Po shpesh do më thonë edhe pse dojnë të tjerën për rëzvit problemet, po unë në shta këto sena veç i di, po veç të marë. Unë i thëmë gjithonë që se i ki dit, ose ki menu që i ki dit, unë kështë të tjerë ishë në tavolinë. Shumë shpesh zhjidit jenë majtë hundës, dhe më thonë nuk e shojnë, sepse të të hunda shojnë shumë rast, ose më me thonë 95% të pronarve, jo të menaxhmentit, se realisht jenë pronar ata cilë vendosin gjithmonë, po poli, gati gjithmonë me marë shërbim për konsulentar, jo menaxhmenti lartë. Realisht na jena armist menaxhmentit lartë si konsulent. Zakonisht janë aksionar, po ata që marrin vendime, marrin një palë të re, them kështu si një mecenar, me hy në betejë, edhe me këshyr me rregullu sanat brenda kush betejës. Edhe në krejt literaturën më të mirë botërore, konsulenca edhe atribuohet, domethënë, në atë aspektin e mecenarizmit. Thjesht na jena me mision të caktuar, përfundojmë një betejë dhe ecëm tutje. Mund për betejë me vazhdu, po jo mi fitu luftrat, sepse atëherë ti veç bosh pjesë e asoj ndërmarrjes së kompanisë, po staf lokal në atë aspektin. Derisa të bën zgjidhje të caktuara, momente periudha të caktuara, ti njesh si mercenar për fush betejë. Atë aspektin që kanë shpjeguar në mënyrë figurative dhe personat që e kanë bëu literaturën me konsulencës menaxheriale. Ideja do më thonë, është gjithmonë, kur jeni afër klientelës ju, thjesht të pronar ose të aksionar, i tregu zgjidhjet kreative që ju mund me bëu. Jo gjithmonë është një jap elementet në tavolinë që i keni identifikuar gjitha problematikat, po është 1 milion, pasi që i përfundon edhe çështjen e letra, do më thonë kontrata, formën e kontraktimit, e bëni në result based, e bëni në aspektin e periudhës caktuar, kohore, mujore, 2 vjetore, 1 vjetore, ajo çështje që ju doni me vlerësu në momentet të caktuara. Nuk ka, domethënë, shkok magjik me thonë përdorni çfarë dhe e keni gjithmonë suksesin e garantuar. Çdo klient është i veçantë, edhe 2 klienta identik të industrisë, domethënë edhe nëse kanë edhe domethënë matësinë edhe operacionet shumë gjajshme, zgjidhjet nuk i kanë problemet kanë tjeta dhe zgjidhjes mund shmjau jep atë aspektin si copy-paste. Po si të shoh aty dalin gjatë slider, i kemi 60 minuta, realisht në total, edhe unë përpjek me thonë diku afër 45 minuta aktiv në ligjerim, them kështu, se s'është ligjerim, por më shumë me thonë është
bashkëbisedim se çdo njëri për juve ka përvojë këto që unë ku më folë sot. Shumica ndoshta nuk janë të vetëdijshëm që e kanë përvojën ose e kanë prek këto sene, sepse nuk është rocket science. Është qasje në rocket science, do të thonë me pas thjesht një vizion, një ide ku po dënë me dalë me dizajnimin e produkteve qoftë inovative, që në këtë rast sot duhet me folë për inovative, po tash të madh gjithmonë çdo sens që dëni me bo, unë ju kisha preferuar me menu në atë mindsetin inovativ, sepse duhet me konë më të shpejt, më efikas, më eficient në çdo aspekt për me të qenë pak më produktiv, me pas një marrësh më të madh fitimit të për veten e juaj, një marrësh jo vetëm fitimit në shtatën financiar, por edhe marrësh kohore, mundesh me nda edhe kohën tonë edhe për klienta të tjerë, edhe për me rritë edhe bazën e klientelës. Sa më shumë klienta që bëni ju vetë, si konsulent, e plotësoni veten, mos u kënaqni me numër të vogël klientelës, nuk është ideja me numra me fol, po nëse ju arrini me dalë pe kategori ose industri, shumë është e mirësohen për juve në afat gjatë, afat mesme dhe afat gjatë, sepse problematikat janë ndryshme pe industrisë në industri. Jo çdo konsulent kur hyn me një engagement ose projekt për me zgjedhë një problem e ka pas përvojën e caktuar ose duhet nivel, domethënë të kalu edhe vetë ata që janë atë industri. Ideja e konsulentit është me zgjedh problemin dhe me bëu një zgjidhje kreative. Shumë shpesh dikush që nuk është i industrisë hiç till, është më i mirë se ata që janë brenda industrisë. Sepse këta të industrisë kanë mindsetin e përcaktuar brenda margjinave të ekosistemit që funksionon ajo industri. Shumë shpesh zgjidhjet vijnë pe industrive tjera inovative, domethënë market disruptors, me thonë kështu shqip, anglisht, e shqipi vjen ata që çrregullues të tregut në atë aspektin pozitiv, sepse ata bojnë inovacion. Thjesht disa elemente Covid-i na ka këtë perceptim figurativ shumë më të mirë që ka ndodhur me digitalizimin e proceseve, domethënë të shërbimeve. Kështu që pak a shumë aty kemi kuptuar. Shumë shpesh konsulentat nuk janë vetëdijshëm që i dinë shumë sene, domethënë konsulentat po foli për konsulentat e ri, dhe përvoja pastaj ty vetë ta e renderon edhe trunit që i ki ditë këto sene shumë më herët ose i ki menu më herët, po s'ki ditë në shtatë më shprej. Se dizajnimi inovativ i shërbimeve është thjesht me gjetë diçka kreative në kohën e caktuar edhe për vendin klientin e caktuar, veçantë. Atëherë kisha hyrë unë, domethënë mos të zgjati për veten shumë, jam domethënë industrinë e konsulencës, për momentin edhe diçka kështu, kom hyrë edhe botën e investimeve me një coffee shop chain ndërkombëtar. Kjo është diçka inovative. Pra po foli të inovacioni për tregun tonë. Kemi pas zinxhir ndërkombëtar të ushqime, domethënë brand edhe fashion, për kafes kemi pas, kom vendosur thjesht me plotësu. Kjo tash po ndëlit në atë aspektin. Unë po foli si konsulent, po edhe si klient në këtë rast është i vetvetes. Një niche market e kom identifiku ku tregu jonë ka nevojë me pas një inovacion, një shërbim më të mirë, nuk është gjithmonë ideja kafja më e mirë, pse kafja shumë e rëndësishme, e ka element që është kafja më e mirë, po përvoja, experience kur e merr një kafe, kur e blen një kafe dhe kur e pen një kafe është shumë me rëndësi në tregun e zinxhirëve ndërkombëtar të kafes në botë. Okej, tash kisha fillu pak në slajdën e një, është dizajnimi inovativ i shërbimeve i rëndësishëm. Fola më herë domethënë si konsulent gjithmonë duhet me dallu pak edhe klientelën tonë, po veten tonë, domethënë kur do me jap një zgjidhje. Për konsulenta sot nuk i po folin Kosovë, nuk i keni më konkurrent pikon Prishtinës, pikon Kosovës, e keni konkurrent krejt Ballkanit, po foli prej Greqisë deri në Sloveni. Unë jam domethënë botën e projekte, funksionat në projekte, thjesht konkurencën më të madhe kena pe rajon se sa prej vendit tonë, domethënë pe tregut lokal, kështu që mos e shikoni njëri tjetrin si konkurrent, është mirë sa më shumë shoqëron konsulenta ndërmjet veti, edhe të rit, edhe ata që pak me përvojë. Sigurisht që kam qenë më shumë konsulenta, thjesht kam qenë një jap atë idenë ose një përvojë të kompresuar çka bëj, është e mirë se ardhëm për vetë interesin e vendit tonë, e jo më po vetja diçka që
shërbimet, domethënë tools, ato që ose diçka keni inovative që mu diferencu pe konkurentit juaj, ato s'keni më ketë mi tregu, se s'është ideja mi jap sekretin, receptin sekret. Ideja është me kohën, domethënë komunikativ, me marrë informata, feedbacku. Informata është çelësi i suksesit. E di që dini, po nuk kena mbledhur qysh me renderu, qysh me sortu informatën që e kemi në dispozicion. Sa ka potencial informat edhe dytësore, edhe tretësore, për një projekt ose për një klient caktuar që ne keni, ndoshta edhe pipeline, domethënë, ose veçeni të bëu një shërbim për ta. Tjetra është adresimin e boja të klientëve me zgjidhje të personalizuar. Fola pak më herë të përmenda çdo çështje që çdo klient duhet me pas një zgjidhje të personalizuar, sepse nuk ka klient të njëjtë, nuk ka, thjesht ju tregoj, edhe klienti sot mas një viti nuk është klient i njëjtë, ose mas 6 muaj nuk është klient i njëjtë. Ka evolu, ka bë operacione të reja, kanë ndoshta shërbime, produkte të reja, kanë ndru ketë operations, domethënë supply chain i kanë ndru. Duhet me pas parasysh se çdo klient është i ndryshëm, qoftë edhe i njëjti pas një periudhe kohore. Thjesht si ide, koncept me thonë mos u merrni me copy paste metodologjive këtu. Metodologjia më të jap një çështje, jo më të jap zgjidhje. Zgjidhjen që më bëu ti me procesim të përmes të mendjes që ti ja ke klientit ose trunit tonë të më jap një zgjidhje kreative për problemin. Përmirësimi qëndrueshmërisë dhe rritjes së biznesit. Gjërit edhe një pyetje në faktu. Përveç ti shablonit që mos më marr klientin si dokument, cilat janë 3 gabime ose gabime tjera që mund mi bëu kur i adreson nevojat e klientëve? Mos me pas çështje në kuptimin, mos me pas çështje superiore ndaj klientelës, është shumë e rëndësishme si konsulent. Duhet me qenë humble. Humble i bën që jo me qenë i nënvlerësuar ndoshta në tavolinë, sepse shumë shpesh mund ka ndodhur, po edhe unë dhe shumë kolegë që i kam në industri, ka dhe klientë që mendjen vëllai, janë pak edhe arrogant. Duhet me ditë çështjen, domethënë me personalizuar çështjen me çdo klient potencial. Duhet pak me qenë psikolog, se realisht është pjesë e psikologjisë dekodimi ose me zbërthyti palën tonë dhe që i ki përballë, nevojat e tij, domethënë kanë një arrogancë aty rrjedh prej problemet që i ka, dhe shumë shpesh pe arrogancës krijohet në miqësi shumë të madhe, sepse e shën fund që okay, unë jam shoh me ty komunikoj ti veç hajt po puna i takim me veç po të marr për me testu e kështu me radhë, kurse ti ndërkohë ke bëu zgjidhje, ke bëu rritje të ndoshta produktivitetit, rritjes marzhës fitimit, diçka ose uljes kostos domethënë të operacioneve. Shumë sene mundën me ndodhë, po thjesht gabimi më i madh i konsulentit nëse ja nis mu konfrontu në atë aspektit intelektual, jo në dijet, s'ka si hapësira të konsulent, si që konsulent për mirë mja shpjeguar, tu me ta bëni zgjidhje. Zgjidhje nuk ta bëjnë tavolinë ta kenë parë, as ta kenë dytë, po mund vyn një kohë, mund vyn dhëna, mund vyn çastje. Gabimi tjetër është që konsulenta shumë shpesh, po ta japë edhe një gabim tjetër, kanë hyrë, edhe kur e kanë te kaluar çështjen e negocimit me aksionar, kanë hyrë, po s'kan pas çastje reale në informacion. Thjesht menaxhmenti ka qenë një mur i madh, një firewall, mos me marrë informatën e duhur, cilësore për me jep një vlerësim të mirë ose duhur për zgjidhjen e problemit. Menaxhmenti është gjithmonë armik në thojza për konsulenta, sepse ata nuk e mirëpresin palët e treta me hy, edhe me bërë një lloj, nuk është auditim, po është një lloj përtitje informata që me bëni zgjidhje. Se neve shpesh na keq kuptojnë si auditorë kështu. Kemi të bëjmë me ta keq. Ne aty me bëu zgjidhje probleme, jo me gjetë problemin, edhe me identifikumin tonë aksionarit te departamenti XY, çfarë po ta bën ose çfarë po ta bën. Na nuk pirëm ato po, na mund pirëm me identifikimin ato probleme, po jo me prezantimin ato probleme. Po me bëu zgjidhje të problemeve, me propozu, të shumë shpesh ngjesim të propozime, ku prapë aksionarit e lojnë për ma vonë, e lojnë fitin tjetër, ose ka përse këto e kom familjare, e kom motër, e kom gru, e kom vlla, drejtorin, drejtoreshën,
Atë s'po du me hinë ato aspekte, po ajo është gabimi tënde, pashanik, sepse 95% po thonë pra po dalë 25% e lënë, të lëni përse 95% e lënë mazhinës që ka një biznesi ecë vetë vetiju në disa industri të taktume, po shumica në raste ata janë të destinu për dështim. Nuk po foli dështim është bankrot, po me marrëza drastikisht më të ulta, me shpenzime drastikisht më të mëdha se sa që është nevoja më pas, domethënë thjesht me fitim shumë të vogël. E kur po foli tash për fitim, nuk po foli që ata nuk janë pasur në diçka. Se vjen të një problem tjetër. Vjen të ajo që ata nuk dinë, nuk e kanë më atë mindset që me ose kishin pasur buxhet më të mirë tillë, kanë pas hapësira edhe stafin me shpërbly, ndoshta me ardhmë pak më të mira, me trajnime të radhës, me përsosmëri, ndoshta me investime në teknologji të reja që kishin ndihmuar edhe stafit edhe vetë produktivitetet. Po them, dështojnë atë aspektin e zgjerimit si biznes, po të zhvillimit si biznes. Kjo është ata që unë identifikoj si dështim. Nuk është gjithmonë për mua dështimi veç bankroti i një kompanisë, është dështimi edhe thjesht pas 4-5 vjet ata përgjysë se kanë ndoshta tregun e humbur, për arsye të problemeve të brendshme interne. Konsulenti është shumë pa konsulent që ka një obligim me zgjedhë problemin interne, apo dikush edhe ato eksterne, po folit jashtme. Nuk është çështja që jashtë ka shumë probleme, po është çështja e gabuar e një kompanisë për me ekspozu produkte, shërbimet e veta. Unë kam përvojë edhe në këtë aspekt, prandaj po them, duhet të ndëgju klientin tënd, falen përballë që i ki për nevojat që ka nevojë, ose ka thirrë për diçka në telefon, ose dikujt i ka thonë këtë tjetër çka, ose e ka treguar ndryshe, ta vëni që më marrë vesh se këtë problem tjetër është. Është për këtë faktor jashtëm e ka fjalën, e ka folë, s'po di ç'është ja bu diçka për ja futi operacion. Atë shumë shpesh pronar nuk vinë edhe më shpejt, aksionar, sepse nuk i din çështjet teknike, nuk i din çështjet e thjesht ekosistemit të zhvillimit të kompanisë që është edhe duhet mu dizajnu, prandaj na jena këtu. Përse Arina do më thonë me marë klientit, nuk ka lehtë me marë klientit, për dikon nuk është vështirë, për dikon nuk është lehtë. Për mua nuk është lehtë, thjesht, edhe pse kam përvojë, nuk është lehtë. Se s'kam çfarë që me marë edhe mos me bëhet zgjidhje. Me marë e me dështu është ma keq për neve, sepse zhduk është për tregut të konsulencës vendore, rajonale, kështu me radhë. Është një gjithmonë me menu në mënyrë rajonale, jo lokale, jo vendore, gjithmonë në një regionally, çka mundën me bëj. Nuk është treg i vogël rajoni, s'po foli ja folim global, ja folim European kështu, unë s'tina se megalomani ide, po kom që rajonin kena të prekshëm, kena të qatshëm, thjesht në aspektin fizik, ta më kërët një ditë, do shta mos me qenë aktiv në qytetin për nga nuk është kurrë, 2 ditë, 3 ditë. Thjesht është treg rajonal, shumë i qatshëm, edhe me vetur, edhe me mjetet të tjera transporti, kështu që besoj që nuk kërkosh s'ka nevojë për te rajoni me dalë si konsulent. Edhe është mirë gjithmonë, e pas konsulent rajonal thjesht, ose me pas konsulent i global evropian, atë që dush me thonë ma gjonë, si përpatësor. Kjo është ideja që shumë shpesh konsulenta dhe që kanë qef me dalë diku në Evropë dhe realisht nuk zhvillohen kur, thjesht bëjnë shërbime si përpatësore, janë që ata janë thjesht si inspektor në shta me një aspekt një kompanisë më të madhe konsulencë, shkon e bën një shërbim vogël, merr detas si person fizik, jo diçka si intelektual konsulent. Prandaj unë ju kisha thonë mu drejtu në aspektin e tregut rajonal. Kjo është realiteti jonë, sepse edhe ekonomia jonë bazohet peshmërinë e ka me tregun rajonal, jo me ata botëror. Ne jena mikroekonomi, shtetet rajonale janë gjitha gati mikroekonomi, kështu që me ta mu marrë shumë mirë, sepse e zhvillon mindsetin shumë më mirë dhe si konsulent. Tash, ku bu disa si raste praktike, s'kom folën, du më me emra cilat kompanije, çka disa për kompanive këmë qenë unë aktiv ose aksionar, disa janë edhe të kolegëve kur klasë kështu, do më thonë për consulting përgjithësi. Shumë një kompani kostovare konsulencës ka adoptu model të personalizim të shërbimit dhe ka rritë bazën e klientelës 40% për një vit. Po foli 40% për një bazë klientelës, ka qenë edhe vogël më hershme, po e ka rritë edhe më shumë. Kjerë do më thonë ka po modele të personalizume. Foli kjo është një shërbim modele financiare, dhe kam
pas nevojë shumë kompani domethënë vendore, edhe ka bërë zgjidhje, thjesht ka bërë inovacion për tregun lokal, se nuk është që ka zbulu në botë ose ka patentu, po thjesht e ka fusi inovacion në tregun tonë edhe ka arrit me bazën klientelës për 40%. Unë kur poli për shembull, kështu samples nuk kam qef me përmend emra kështu përveçëm sepse nuk ka mirë me kur me emra, se ka gjithmonë pasane konotacion tjetër. Ideja më e jep kështu si informacion që si konsulent kena arrit edhe na me evolu. Thjesht edhe më herë para se më qenë edhe trendi kjo kur s'kemi pas as webinar, s'kemi pas as tematika aktiva, po na duhet mu vetë ushqy, mu po autodidakt në tregun e consulting. Thjesht përmes internetit, përmes literaturës, kështu me radhë. Pejsazhi, pola më çka po tregun Rajnan, koncept domethënë edhe pak me lambëru. Pejsazhin domethënë kuptu thjesht si një piktu tregun Rajnan, e pa edhe Kosovën brana dhe Shqipërinë brana dhe Malezi, Maqedoninë. Malezi, Maqedonia janë shumë tregje interesante për neve, saqë na duken vogla ose paqashme, janë shumë interesante, po ideja këtu është pak edhe gjua, është pak problematike. Duhet me identifiku si konsulent, shumica e bizneseve në Maqedoni, periud, edhe në Maltezi, janë pronar persona që nuk njohin shumë gjuha. Domethënë nuk janë njës gjuhës angleze shumë. Kushdo që e një gjuhën serbo-kroate apo diçka kanë një plus në qasje për me bu zgjidhje, apo me ofru zgjidhje, po folin hoteleri, po Malezi në hoteleri, si konsultant mund shme të qenë shumë aktiv, që se kia dhe produkte që të mund të cu nevojat e tëme. E sa janë të hapën? Po no? Sa janë të hapën? Janë të hapën që se kia zgjidhje dhe të shmim. Domethënë kuptimin price model, që realisht na kena, po poli për përvojës, Kosova ka gjithmonë price model të mirë për rajonin tonë. Na jena të mirë edhe për Maqedoni, që kena domethënë bash për populli Shkupin, se pak më të shtajtë se në shërbime. Malezi është popull mirë edhe më i shtajtë. Po Malezi realisht gjitha shërbime konsulente po të 80% i kati importume. Shumica vinë prej Kroacisë, nuk vinë prej Serbisë, domethënë vinë prej Kroacisë. Kroacia është domethënë një shtet shumë i zhvilluar në atë aspektin e ekonomisë, rajon popullit, edhe kanë përvojë në këto projekte të cilat janë të radhës në shtetet tona rajonale. Malezi për arsye të gjuhës që e ndajnë edhe me Kroatë, po edhe afërsisë gjeografike, Kroatë janë shumë aktiv, po janë më të shtajtë. Janë shumë më të shtajtë se sa shërbimet tona, apo produktet inovative në hoteleri që mundet një konsulent atje me fut, me penetru në treg, jena më të linë. Po foli edhe për solutions, për booking, për channel manager, këto që shumë shpesh konsulentat kanë propozu disa zgjidhje të brenda tona lokale që i kanë zhvillu, platforma domethënë vendore IT cloud-based, edhe ata kanë shfaqje interesant. Po foli tash për përvojës, pse është i gjithmonë edhe me fol në aspektin rajonal. Jo është, nuk ka mirë me menu lokal. Unë s'kam qef me menu lokal. Kena atribute me qenë çdo shtet rajonit. Sepse që është e njëjtë, thjesht nuk kena dallime të gjuha mund të qenë domethënë probleme për të vende, për të persona. Unë për shembull e një gjuhën, edhe nuk e kam pas çështje këtë aspekt, po e kam pas që shumë ka potencial për consulting në rajonin tonë, më shumë se sa vetë Kosova, po foli drejt. Kosova ka mas pak të thjesht industri të zhvilluar, domethënë kërkesë të zhvilluar për konsulenta. Është më e vërtetë. Maqedonia, Malezi, ka fillu dhe Shqipënia, bukur mirë, janë shumë më zhvilluar. Serbia është shumë e zhvilluar për nevojat të konsulencës. Aty, domethënë, realisht nuk kemi shumë çështje, kam pasur një disa engagement në Beograd, po nuk ka qenë. Domethënë, tregu nuk është shumë i mirësuar për neve, pas arsye politike. Këto tjera, po foli, Malezi, Maqedonia, Shqipënia, Greqia, edhe Greqi kanë përvojë, Bullgaria ka njëkohësisht nevojë dhe pse është EU, thjesht zgjidhjet inovative ka përcen kufi. Këto po do më thonë që se keni diçka inovative, nuk është që dikush Bullgari nuk e ka. Po çfarë që prezanton atë inovacionin vet është faktorisht më e shtrejtë. Prandaj po them, mendoni me produkte, me shërbime që i keni, gjithmonë rajonin mundën me konë aktiv, të ditën edhe në atë aspektin që nëna gjithmonë më të lirë, se sa rajoni jonë, edhe taksimin, sistemin i tatimeve të na është më i mirë,
Prandaj edhe ne na betet një mosh më plot për me qenë aktiv. Kjo është një për elementet që mirë me kuptu kon studenti që ndosh me bot këtë renderimin e pejsazhit rajonal, se na për disa shërbime si konsulent mapisë të tjetë, jo është punë përvoja, po është ka njëra dhe çmimi. Do të me punë shumë elemente për me arrit ai momentumi ku kërkesa dhe oferta preken edhe ty të merr një klient me thonë ok, të marrë shërbimin tënd, produktin tënd, edhe pianisim me bashkëpunim. Ideja është të thonë me konkretit. Kreativiteti nuk është po, veç unë pa. Unë i kisha inkuraju edhe pjesëmarrësit nëse ka ndonjë përvojë personale, ndoshta mendoa me neve dhe me po nëse kam pas ndonjë eksperiencë në tregun rajonal, qysh janë mirë prit, çka kanë vu, ndjehun e lirë, mundën investë me ngrit dorën edhe ju ape hapësirë për me fol. Lyrek mundesh me vazhdu, po presim nëse dikush. Okej. Do të thonë, nevoja për shërbime fleksibile dhe të personalizuara gjithmonë përsëritet, s'kam çka më bëj, po gjithmonë është mirë me identifiku edhe në aspektin rajonal, se lokal mund të jenë ndryshe, rajonal pak më ndryshe, shpesh herë janë të njëjta, shpesh edhe nuk janë. Gjithmonë do të bëj analizë veçantë, do të thonë, jo me bëj copy paste, mund të qenë ngjashme, mund çka më ik, me më do rezultatet do të thonë jo të mira. Identifikimi nevojave, do të thonë vendore lokale, po foli për çdo shtet veçantë me boç. Edhe këta shumë rëndësishme me bëllë një lloj analize të sistemit ligjor i tatimeve në shtetin ku kime operu potencialisht. Thjesht edhe pyetje ofruesi shërbime, atë lejohet në aspektin ligjor me konë edhe si do të thonë service provider from another country, thjesht kime eksportu shërbime. Jo që kom hasë ndonjë problematik, po mirë zë punë me pa legislaturë. Thjesht me analizu dhe çështjen ligjore. Është mirë, për me të qenë të gjithmonë në right side, që thonë se mund pastaj në kodhimbje me të darë pa nevojshme. Kjo është pjesë e bazës kur hyn shtete të cilat nuk janë shtetet anë hyja, do të thonë me bëni një analizë edhe ligjore ku depërton aspekti ligjor. Optimizimi i proceseve dhe adaptimi digital është shumë rëndësishëm, po folim gjithmonë për shërbime të cilat janë të digitalizuara. Unë sidomos jemi orientuar vetëm në shërbime të tilla. Jo gjithmonë unë mund të qenë aktiv fizikisht në disa takime, po çotë ofrimin e shërbimit që do të më dorëzu, duhem me menduar gjithmonë në aspektin digital çka do të ofron, ose thjesht me bëni një sistem hibrid. Me do të thonë shoh fizikisht, shoh edhe gjithmonë këta shtyne përpara. Jo si dikur ka qenë gjithmonë fizike çdo sa, tash me shtyllë çështjen hibride. Këtu ka pak pengesa në disa tregje, në veçanti mali zi. Po foli ata janë ende në atë aspektin klasik fizik. Edhe aspekti shërbime digitalizume, edhe ato hibride, nuk janë që janë pranueshme lehtë ose thjesht kuptueshme lehtë. Doni me marr parasysh ndonjë palë, ndonjë aksionar atje është old school. Është i hapur për biznes e krejt, veç duhet më shpjegoj pse ti kemë punë këtë formë ose kemë dorëzu këtë formë e jo në formën e dikushme. Kemë mësu me letra, mirë më janë shpjegu që s'ka nevojë me të qenë letra, janë dokumenta, domethënë se në momentet caktuar mundën edhe më printu, po s'ke nevojë mi pas printume, janë këtu, i analizoni, ti nuk i analizon dashka dhe heq, punë funit i këtu, po analizon stafi, menaxhmenti, drejtoresha, kështu me radhë. Thjesht po foli pak në generalizim, po më jau jep idenë që digitalizimin e kemi çel suksesit sot. Pos me digitalizuar jeni mrapa. Domethënë çdo aspekt. Pa përmendur që gjithë keni domethënë këtë aspekt të zhvilluar, i dini këto tools digjitale, mundësi, domethënë kota digjitale që ti ofron. Me shpresë që s'ka old school të na mindset. Unë s'kom hasë ende, po është një veç me cejt. E jam është obligim ju të regu, me ndoni gjithmonë me qenë ma efikas, ma eficient. Digitalizimi ta ofron këto dhe asë një tjetës ta ofron. Rritja produktivitetit dhe shkalluzshmëria, kjo shumë rëndësi, domethënë kur e bëni identifikimin e nevojave. E kam një rast praktik, thjesht një startup Kosovë, startups, nuk po foli për konsulencë, ka adoptu shërbime të personalizume, dhe arriti, domethënë rriti 50% të ardhura përmes një çështje inovative. Paka shumë gjithkush e ka një ide kush mund të qenë që
thjesht si startup ka hyrë brenda muajit ka arrit 50% të hyrave. Po foli për një kompani që sot bën delivery, është e re, është inovative, me çështje inovative teknologji digitalizuar. Me emër s'kam nevojë me fol, po pedeni kush është market disruptor në Prishtinë me përgesa të ushqimeve edhe përgjithësi domethënë delivery me motora kështu me radhë. Thjesht është startup është në Kosovë. Nuk është startup në botë, po është startup në Kosovë. Për brenda domethënë as 3 javë ka arrit një rrit 50% të hyra. Mos foli tash ka evolu ende, po kjo është ideja më tregu. Se gjithmonë ka hapësirë për zhvillim. Jo gjithmonë ke arritin atë pikë me thonë vetës ose një klientit ke arrit kulminacionin. Edhe kompanitë që mirën vetëm me sheqer, që s'ka me foli sheqer në kuptimin me tonelata, shesin si utility, si commodity fund, edhe ata kanë hapësirë për zhvillim. Do të thonë që se ti si konsulent mund atë më thonë, ok, sheqer, kam shit, mund me shit sheqerin si mjalt, po si sheqer, gjithkush ka me ble, pa nevojë. Qoftë edhe industria ushqimore, qoftë edhe familjare, horeka, kështu me radhë, po ka mund shme ofru. Do shta një qasje inovative në ullje të kostos të operacionet. Do shta një aboni automatizim të shërbimit të përgesës ose të pranimit të porosive në tregun vendor, lokal. Do shta ka i 20 njës që vishë telefona lajmëron, ku mi qu shlepera që të. Ska nevojë, së të mund shme shta me 5 njerëz me kry. AI, bots që me email të dekodon kërkesat që personi X në shkop po 20 shlepera sheqer për një javë, thjesht ta bën listimin edhe po foli shumë sene mundën një bo të reja edhe për klientat klasik. Po foli thjesht sheqeri, krypa, armatura, atë sene commodities që nuk ka shumë hapësi të njëre kështu jashtë sferës konsulencës me menu që ka hapësi zhvillimi, po ka aty edhe shumë. Tash po dalë të këto të më hapat kryesor e të zhvillimi inovativ, të dizajnimi inovativ, është identifikimi hapësira dhe mundësive, zhvillimi shërbime të veçanta dhe në detë të shtu, dizajnimi modeleve, apo dorëzimi të shërbimit, testimi dhe përsëritja edhe përmirësim të vazhdueshëm. Kjo ndërlidhet edhe me feedback. Kjo është një kornizë që ne e përdorim thjesht nga konsulenta për me përkufizu dizajnimin inovativ të shërbimit konsulentëve. Ekzistojnë edhe 5 hapa, po janë si gjashme 5 me 4, që me 4 e përmbyllën është ma e lehtë edhe me kuptu. Ajo është pak egzagerim. Thjesht në sot e kena një webinar të shkurt, ku unë mundona crash, me grit, idenë në kokën e juj, çka është me bo domethënë një zhvillim inovativ për shërbimet e juja si konsulent, thjesht me jap një ide, si në 6 minuta kemi shumë hapësirë kohore, thjesht për një temë mini në 6 minuta mund me hub, po i përmbyllim thjesht në mënyrë sipërfaqësore sot, me shpresë që kena me pas mundësi edhe për tematika pak më thella, më gjona, më gjon aspektin e tregut, më thella problemit, edhe me ditë me bo një lloj vlerësimi gjithkush për veti. Unë s'kam qenë me javë zgjidhjen në ligjërim, po më jep idenë që kum bo zgjidhje diçka të tillë. Po mos u mundoni me kap sa çuçi kum bo, se asnjë mos është copy paste, po ideja çfarë gjithmonë me dekodu. Kur e dekodon problemin, kena ditë me bo zgjidhjen. Kur nuk e dekodon problemin e mundosh në çështje, domethënë gjenerike, nuk ka zgjidhje aty. Se nuk e. Do ka errors, thjesht në aspektin teknik nuk përputhen sa ç'është duhet. Pjesa një është identifikimi hapësira dhe mundësive. Shumë e rëndësishme është me bo volumtime, me marrë të dhëna të sakta, data, anglisht në mësu, edhe me shumë, përmes intervistat që mund me bo me klientelë ose me një partë interesume, për shërbimet e juve, edhe me bo një lloj sondazhi, me nxjerr të dhëna të dura për juve, për me gjetë, çka e mundësi që ti mundesh me ofru. Mi analizu nevojat e paplotësuara, edhe ato shërbime që nuk janë të prekura. Ka shumë raste të tilla. Për tregun Kosovës abnormal shumë ka. Ja çdo marzhë kështu normalitetin mendoj që ka, po
Ju thash, çështja është që klientelat e na thjesht ose pajtë cilat janë interesuar për konsulencë na keq kuptojnë neve. Për arsye të thjesht mendoj që jena shpenzues kohës për me dhe financat të pa nevojshëm, edhe fund prap ai ka nevojë të shfrytëzon. Në raste të ndodhur ashtu. Nuk ka pas raste që kom bërë zgjidhje, ja kom prezantuar zgjidhjen e krejt, e ka identifikuar që është e tillë, edhe fund ka thonë pelo prap mendoj që më mirë për aspekte personale mos më bëu këto. Kështu që është nëna telefonin. Tash kam një rast praktik kështu, i kam thujt, tim konsulencës ka zbatuar një anketë për klient dhe ka zbuluar nevojën për shërbime të automatizimit. Pola më herët për një klient shumë klasik, ku automatizimi ka qenë një element i papritur të ata. Domethënë me këta ka kriju një produkt ku ka gjeneruar të ardhurna shumë të mëdha për vetë klientin, po normal ka hyrë edhe në kontratë që nëse arrit ty me të arrit marzhën, mendoj për 70% të fitimit në fund. Ja, të generalizoj po, unë jam brenda 7%, unë jam 20%. Domethënë brenda atij 7%, pensojmë në fund aty ka dalë neto 5%, konsulenti ka marrë 2% të fitimit neto të klientit kur ja ka arrit atë fitim. Thjesht ai se ka pas atë fitim kur. Thjesht ka pas humbje. Po ky ka thonë, unë më me ta bëj një zgjidhje ku e rritim në fundit ty marzha, ty të intereson marzha fitimi, ta rriti fitimin për 5%, 7%. Brenda asaj 5-7%, unë i kërkoj 20% asaj hapësirës, domethënë. Thjesht i merr 1.5% totali. Edhe ai ka pranuar, thjesht është win-win situation për gjithë. Klienti ka bërë hyra të mira, po klienti ka rrit fitimin edhe konsulenti ka rrit hyrat e rrit. Hapi 2 është domethënë zhvillimi i shërbimeve të veçanta dhe në jetë të shtunë. Do të më bëj artikulimin se çfarë bën shërbimi juaj më ndryshe se shërbimet tjera. Kjo është pak personale, një konsulent që mundet ose s'mundet në arrit me artikulu të një klient ose një palë e interesuar. Po shumë rëndësi me përpunu këtë çështje se ndoshta më herët dy konsulenti ka pas disa ditë më herët, edhe kanë dëgjuar tema të ngjashme që edhe ata përshësh për çfarë temë që ka këtu kë kanë folë, çka ju bën ju më të veçantë sa ata, do të pak me ditë me gjetë një form fort juaj, prezantimi shumë rëndësishëm profesional, aspekti edhe dukjes, edhe veshjes, është shumë rëndësishëm si konsulent. Dikush vjen për një botës thjesht thëmë sidomos IT-based guys që janë domethënë guys në dy gjenive po mënoj. Jem pak ma indiferent ndaj dukjes vizuale si konsulent, ose veç pretendojmë me qenë konsulent. Thjesht bota industria e konsulencës e kanë si një lloj kushti mu duk një konsulent në atë aspektin profesional. Po poli me tesha kat, ndoshta me kravata këtu. Çfarë do forme veç me treguni seriozisht. Me rezonu, thjesht me hap një aur, që jeni serioz, nuk keni domethënë atë aspektin konsulent sezonal, kjo është më rëndësi, mos më kesh kuptuar tregu, që jeni vetë sipas nevojës edhe kyçene, sepse atë veç filloni pak më domethënë to fade away dhe tregut consulting. Kjo është më rëndësi. Fokusimi në rezultate të matshme dhe të qarta të klient, thjesht me ditë një abu metrikat e matjes të ndryshimit. Domethënë është mirë me apo një snapshot, një fotografim të ç'është situata sot, apo deri dia që ka pas. Domethënë ja bëni trend analizës ose 3-4 vite, 5 vite të fundit, ç'është e kiti trending, kjo është trendi yt, kjo është zhvillimi organik. Apo flasim bashkë në zhvillim më të mirë, më të lartë, më të shpejt, më efikas, është mirë me identifiku si tillë që nesër kur ndodh ndryshime, mos më thon po unë vesh kom pas zhvillime, edhe kjo është rezultati i shumë procese të cilat i kom pasur ongoing. Ju duhet me identifiku klientelën me historik, më thonë. Me historik, me apo një snapshot. Metrikat me apo një lloj krahasimi, edhe ndryshimet që vijnë. Ka shpresë gjithmonë që ju e kaloni, domethënë trendin organik të rritjes. Përse ka pas rritin 4-5%, 10% vjet, ju duhet me propozu diçka më ndryshe, thjesht një 20%, një përqindje më të madhe ndryshimit pozitiv. Gjithmonë po flas. I snapshot o mirë, mi apo metrikën e matjes, mi i argumentu edhe artikulu që kjo është
gjendja ju reale, po flasim për zhvillime të reja, inovacione, kjo, që ko me arrit po këto, edhe në fund besoj që dalim plus 10% për te kësa, plus 20%, ato në çështje me tikës numrat mos folim taksës, vetëm si shembull primat, po është po mirë me po një snapshot situation, për me apo pastaj edhe analizim të ndryshim. Lorit, më falë që po ndërprej, mendoj që e krythe. E kemi një SMS për njërin prej smartëve, po nuk po di cili është. Të lutem nëse don me qenë më interaktiv, vetëm ngritë dorën, atëherë unë ta japi fjalën. Më ka shkruajt në SMS, po nuk po di cili është. Është Leo si duket. Që Leo s'u japim fjalën. Leo, po na dëgjon? Alo? Po. Po më dëgjoni? Përshëndetje. Loreksia e mirë. Unë jam Leopard Saraçi. Deshta me të pyet se çka i ki punta e mirë. Përshëndetje gjithëve. Deshta me bëni pyetje se poshtë që e shpjegove çështjen e kyçes në tregun e Kosovës, po nuk po du ndoshta tash se kaloj miki kjo, po deshta me të pyet ty si person për shembull sa është e vështirë kyçja në tregun e konsulencës me bizneset në Kosovë. Sepse ti e ceke që menaxhmenti, e ceke po edhe bizneset edhe zakonisht menaxhmentet e shumë bizneseve janë familjar. Sa ki pas mundësi mu kyç te këto biznese dhe më shpjegu sepse për shërbimin e konsulencës në çdo dyqan, në çdo pjesë të qytetit, në Prishtinë, posaçërisht shek, ofrojmë konsulencë. Edhe njerëz nuk e kanë çka është konsulenca. Çka nën kupton, çka din. Për shembull, unë kam provuar në sektorin bankar, më ofru, po e kam paskryni te këta që janë konsulencës, kjo kompania që ka qenë kjo na ka pas ofruar edhe kam pas mentor njërin prej këtyre të Eksisit, do më thonë, s'pi përmeni me emna, se ekziston edhe një ligj që dha tipores më herët në Kosovë për data protection që s'bën mi publiku për shembull me bizneset me kanë punon ose me cek emnat ose çka do qoftë, po shumica a është rregulluar diçka me ligj për shembull që çysh është, a ka od ose çysh me thonë diçka që ku mujnë mu taku edhe me bisedu konsulentat, a ka profilizim të konsulencës për shembull, do të thonë punohet në gjitha se zgjata është pak. Kjo që unë leo shumë pyetje me vend dhe praktike, pak a shumë do më thonë unë kam i shtjellu që ato, po ti pak ma thellë ti kërkon thjesht një Po, unë veç bona pyetje se mujmë edhe mu taku mos më marr edhe juve kohën, pasi pas 50 minuta. Po, ja pak ti më duhet edhe një, me siguri. Po, të një personalisht, po. Unë jam ish kolegu se kom shumë mirë në spedia. Po, të një shumë mirë, të një shumë mirë. Edhe unë të një shumë mirë, falit disa a pretension unë. Po, e di. Do njerëz po thonë si vao janë, kështu që kom miksirati. Po, atë qysh pianisi kështu në pej fundit, ekziston shoqata, thjesht jena shoqat me historik ndoshta ma tjetër se shumë koda ekonomike në Kosovë, që rrallë kush e din, është BCC-a, është Business Consultant Council, është shoqatë e konsulentëve, e ciksi shumë është Po, ato e di që është, sepse e kum pas kryu në një aty, po se kum finalizu. E di, CMC-në ke kryu, CMC. Po. Management Consultant. Po. Unë jam njëjtë mentor jam edhe unë aty, po më kom qenë mentor, po kom qenë mentor joti. Po. Me sa e di s'kom qenë. Po. Tash, po dalte ajo që konsulent të kush sot të qumë vetëm, është dhe sa në konsulent në praktika e kumë pa dikur, nuk e di ku ke, consulting e kështu, do më thonë, një për trafik, po shërbimin ma shumë, diçka shërbimi juridike, jo avokatur, po thjesht letra, diçka, edhe kështu do ofrojmë edhe konsulencë ekonomike. Do më thonë, edhe trafik e kina po këtë shërbim, e degradimi është i lartë në Kosovë, për dallim për shtetet tjera. Unë e ceka ma herët, respekti për consulting është ma jurë të rajonin tonë në Kosovën tonë, edhe këtë shkuptimi ma i madhë consulting është në Kosovën. Edhe problemi i menaxhmentit e ceka, unë të më thonë pasha identifikohet si duhet, sepse problemit e menaxhmentit në 70% më thonë Kosovë është familjarizmi. Të më thonë gjithë kush e ka një familjar në top management në Kosovë. Edhe ata, në gjithë aspekt, menaxhmenti është një mur për
konsulentin, edhe në tregje të afirmume, domethënë po foli edhe më zhvillume, menaxhmenti është problem për një konsulent, po problem të cilin duhet me zgjidhë dhe mundet me zgjidhë me një qasje thjesht produktive, me një qasje kreative ku ti bën bashkëbisedim edhe me menaxhmentin, me tregu se nuk je aty auditor, inspektor, ja prezantues me folë që ky ka bu këto ose ato, po thjesht unë kam identifiku problemet që në fund me jap zgjidhje e jo mu marrë me problemin të aksionarit, të pronarit. Kjo është shumë rëndësi mi u qasë thjesht menaxhmentit, se menaxhmentin e kena shumë problematik Kosovë në çdo aspekt shumë profesional, për më thënë larg profesionalizmit jam. E dyta me fuqit madhe të aksionarit, se me një fjalë goje mu ka ndodhur personalisht, po foli drejt, unë kam asë skena me një fjalë goje s'po më pëlqen, po më duket që ka më na shit men kësaj fjalë. Realisht ka qenë domethënë pesa e tënde, e pronarit, aksionarit, që gjithçysh unë më kon aksionarit tënde. Edhe në fund ka mendosur pse po foli fëmia jam, vajza djali në kohën e së, po thotë se diçka s'pi pëlqen. Tash çështja ai pëlqej dikujt as i pëlqej, po shtem këtë tjetër se s'mi aty për atribute fizike apo thjesht pëlqimi apo jo pëlqimi, po për me bë zgjidhje profesionale. Edhe unë tabelinë e konkry bisedën që thotë, okay, rregull. Kjo është jo profesionale të juve, është jo serioze, vetëm të tregu që tim ke ftu, po mirë më ja për fytyrë se thonë, dhe ashtu po dështon bashkëpunimi, po realiteti është i tillë, i dhënë shumë në Kosovë. Unë kam çështje, domethënë shumë atletë dhe shumë produktive në rajon, po foli gjithë rajoni, gjithë shtetës se sa vetëm në Kosovë. Po foli sinqerisht Kosova, po është paradoks në aspektin ekonomik, në disa aspekte, sepse disa biznese apo shumë biznese zhvillohen në forma jo kushte normale të tregut të lirë. Thjesht kanë pas lidhje, kanë pas sisteme prapavi, kështu me radhë që ka çarkullu parë në mënyrë dur për të, dhe thjesht kanë kriju një comfort zone që mendoj që kjo është alfa omega e zhvillimit të biznesit. Nesër, kur ndrojnë rrethana, ti e cekë një sant shumë të rëndësishëm që tha kur të shkon aty të thotë që unë i di krejt, po të thirr aty më kallëzua. Ka ndodhur shumë shpesh. Po, kështu që kjo është në Kosovë më ka ndodhur, po foli drejt kurse më ka ndodhur rajon. Unë po foli në paradoks, por patkeq. Kjo tregon se nuk jena shumë zhvilluar në atë aspektin ekonomik. Jena më shumë aksidental. Po. Shumë vërtet. Faleminderit se mora punë. Si drejtor, jo të lutem se edhe feedbacku jot, domethënë me të lënë ty, me pas kohë më fol, asaj që shumë kishte me sfina me shtarën për audiencën, se unë e di çfarë provoj ki, çfarë tregu ke menaxhu, çfarë klientela ke menaxhu. Thjesht shumë për këtë nuk e din rolin tënd, sistemin financiar në Kosovë, po më mirë që pak bashkë bisedu. Faleminderit shumë shihemi për kafe. Ta morra kohën gjithsesi. Një informatë këtu tash një kafe besedi këtu të Prime Residence, zinxhiri ndërkombëtar është i kafes, kemë pa, kështu që ka cilësh unë është më kërkuar. Ku po thon? Të Prime Residence, këtu ndërtesa të mëdha, këtu në Shëndër. Aha, okay. Hajde të komentojmë ti në shkruaj, s'është problem. Të faleminderit për kohën edhe të tjerëve. Jam mirë se falje. Që u mora kohë. Okay. E mirë se ardhëm për te. Shumë faleminderit Leos që e hapi bisedën. E kemi edhe zonjën Valbona Roci që ka ngrit dorën. Zona Roci, të lutem. Përshëndetje, ju përshëndes të gjithëve prezent. Lorik, faleminderit shumë për këto inpute të vlefshme që po na jep. Për ndryshe, unë jam Valbona Roci, e cila me profesion jam inxhiniere dhe tash aktualisht kam dalë në pension, pas 40 viteve të përvojës, po në 20 vitet e fundit kam punu shumë me projekte ndërkombëtare zhvillimore dhe njëkohësisht jam marrë edhe me konsulencë. E tani sigurisht që pas pensionimit tash do të fokusohem më tepër në tregun e konsulencës. Çka kam punu në konsulencë është një, ta them kështu, very diverse, nga sektori edukimit, sektori shërbimeve të punësimit dhe tregut të punës, pastaj konsulencë menaxheriale, trajnime, hulumtime të tregut, të thotë kam kapacitetet i mjaftueshme për me ofru shërbime të larmishme të konsulencës, si për sektorin privat ashtu edhe për institucionet e ndryshme të vendit. Sfida ime, që kisha pas qejf me ma dhoni një këshill, gjatë krejt këtyre viteve të përvojës ime është si ta balancoj
kërkesën për një shërbim cilësor dhe inovativ me numrin e ditëve të cilët klientët e ofrojnë. Shumë shpesh më ndodh që më thojnë kaq ditë kemi, nuk mundësi me të ofru, ose kaq pagesë, ose nga ana tjetër pritshmëria atyre është shumë e lartë për shërbime cilësore dhe inovative. Unë nga natyra jam është sektor privat apo publik për këtë që po fol? Për të dyja anët. Për të dyja anët, edhe për donatorët, edhe për sektorin privat, edhe për sektorin publik, me të gjithë, po më ndaj me të trija këto kategori të klientelës, të njëjtën sfidë kom pas jo shumë rrallë, të më thonë kogja shpesh, që më thojnë për shembull, jo, buxhetin e kemi të kufizuar, më duhet shpejt, por nga ana tjetër pritshmëria atyre është shumë e lartë. Dhe këtu e kam atë sfidën. Unë nga natyra edhe ashtu jam shumë result driven dhe për shkak të përvojës madhe që e kam shumë jam e apasionuar që dijen time ta përcjellit tek të tjerë, por sigurisht që si konsulenta ne duhet edhe të fitojmë pak se koha jonë është mjaft e çmueshme. Po në mes kësaj që mos ta humbi vlerën si konsulent profesional dhe dëshirës për të ofruar sa më mirë dhe sa më shumë, është kogja një sfidë të cilën unë personalisht po ballafaqohem. Kjo është e para, edhe një të dytë kom, që ndoshta s'po dia me lon një herë njërin apo tjetrën, po e dyta ka të bëjë me sjelljen e inovacioneve në shërbimet e konsulencës në Kosovë, që mendoj që dëshira dhe vullneti i konsulentave është shumë e ulët. Unë e kom pas një trajnim në Angli dhe mesazhi përfundimtar i atij trajnimi ka qenë ofroja atë çfarë i duhet klientit, jo atë çfarë din ti ta bësh. Prandaj më rëndësishme identifiku nevojat e klientit. Pikërisht, po për shembull, ju e patët edhe në një slide, njërin për slajdeve të juaja optimalizimit apo racionalizimit teknologjike, që në ditët e sotme bizneset private janë të ballafaquar me shumë sfida për shkak se mungesa fuqisë punëtori ka shtyr ata që t'i rrisin pagat, thjesht ta ofrojnë një ofertë më kompetitive për punëtorët, e që nga ana tjetër ai ka redukuar kogja shumë përqindjen e fitimit. Dhe tani çka duhet të bëjnë ata është janë racionalizime teknologjike, se çmimin e tregut, çmimin në fakt ajo formula e çmimit ku ja ki shtuti koston plus fitimin edhe ki caktu çmimin, nuk është, normal dihet tani, çmimi është ajo çfarë ta tregon tregu dhe ti duhet t'ja heqësh të gjitha ato shpenzimet të kostot që i ke dhe në fund çka del fitimi. Dhe kjo është ajo sfida që ata nuk kanë kapacitetet e brendshme, as profesionale, as njerëzore, që me u ballafaqu me racionalizime teknologjike. Nga ana tjetër tregu i konsulencës në Kosovë, dhe që është i padijshëm në këtë fushë, po dhe nuk ka të gatishmërinë që të del nga i komfort zona, trajnime të marketingu, trajnime të IT-s, trajnime të shitjes, të kontabilitetit, do të thonë një gamë trajnim një gamë shërbimeve që është si më thonë generike. Po generike dhe tashti, si të mobilizohet tregu i konsulencës në Kosovë? Këtu është pyetja e dytë e imja. Si të mobilizohet tregu i konsulencës në Kosovë që të sjellim shërbime inovative të cilat sektori privat o ka i lyp, o ka i kërkon, dhe jo me shumë e sigurt që ata kanë me e pagu. Se parafolsim, normal ka të drejtë që edhe unë e thash që nuk janë shumë gatshëm me pagu. Por kur ne t'ja japim ato çfarë ai nuk di me e bo, edhe ka nevojë të jashtëzakonshme, jam shumë e sigurt që ka me e pagu. Këto janë dy pyetjet e mia që shumë kisha më qenë falënderuese nëse Faleminderit shumë. Pandej pyetjet janë shumë me vend, realisht përvoja jote unë edhe më herë e pata një bashkëbisedues Ardiani, i cili njëherë është inxhinier, edhe i tregova në informat, nuk e di a keni dëgjuar që sipas statistikave konsulent më të suksesshëm në botë kanë përveç domethënë si editor me prapadi ekonomike, më të suksesshëm në aspektin e konsulencës menaxheriale edhe ekonomike janë inxhinierë. Të thotë që Albon jenë drejtim dur, përvoja jote është e kompresume në formë tillë që vetëm të vynë një qasje me gjithë vetës si ofrues shërbimit në treg për zgjidhje apariste, jo për zgjidhje teknike, do shta ndërlidhën ndonjëherë edhe teknike, po fulin konsulencë menaxheriale më shumë është ajo aspekti thjesht i botës ekonomike që kemi bënë zgjidhje, qoftë edhe optimizimi dhe racionalizimi këtu, prapë është interesi ekonomik në prapadi, jo domethënë teknik, se s'pëvyn teknikisht më avancu, po pëvyn thjesht me rrit fitimin, me rrit marxhat, me unë shpenzimet, kështu me radhë. Lidhur me këto për mobilizim të industrisë konsulencës në Kosovë ka pas shumë
hapa të tillë, domethënë kur jemi mobilizuar, kemi bërë lëvizje, kemi bërë kështu. Po thjesht tregu nuk e ka përtit si element të duhur. Shumë shpesh na ka refuzuar pse edhe po mobilizohemi forma institucionale me prezantuar që na këtu për me bërë zgjidhje për juve. E ideja pse është thjesht te kuptimi i rolit të konsulentëve në Kosovë, edhe keq kuptimi i rolit. Sepse neve përveç që na keq kuptuar, po edhe gabimet e kena bërë na si konsulent, jo na si konsulent, po dikush që paraqit na më si konsulent dhe ka bërë shërbime të tilla, edhe ka bërë gabime të atash, ose ka bërë zgjidhje gjenerike, cilët me një Google search ti ke gjetë zgjidhje edhe më mirë se sa ai cili veç ku morr me atë problematikë. Thjesht çështja e mobilizimit mbetet te çështja vetanake e konsulentëve, po folë vetanake që me folë si konsulent personal, individ, po thjesht si kompani konsulente, është mirë me mendu si kompani që ofron këtë konsulencë, me punë të si inxhiniere, dikush të ekonomist, dikush me një shërbim tjetër, thjesht me punë një gamë të shërbimit të sektorit menaxherial. Thjesht nuk është gjithmonë veç një disa. Prandaj po them është mobilizimi intern të ofrues të shërbimit në treg, është çështje e tregut të lirë, është çështje e komunikimit. Ka shumë elemente këtu të cilat kanë bëjnë me një sukses mirë, por para pa të shkurt nuk është çështja, nuk ka problem. Gjithkusht mund me të ketë një klient pa të shkurt. Problemi është ata pa të mesme, pa të gjatë ku ty kanë të thirr në bazë të nevojës e kanë dëgjuar për ty, di për ty, kanë të kërkuar ty. Kanë ndodhur për mua, kanë ndodhur po foli drejt, sepse kam kompozuar zgjidhje të ndryshme për diçka që inovative ka qenë për tregun tonë. Mirat e të, gjithë kush ka nevojë për inovacion, gjithë kush ka nevojë me ult këto shpenzimet, me ult fitimet. Po jo gjithë kush e kupton këto që na mundum ja u gjetë edhe ja u jep si shërbim. Këtu i kena problemin kryesor valbon. Këtu e identifikuar që nuk e kuptojnë që na mundum me bëu atë punë. Ose edhe kur realizohet në një formë diçka e tillë, ata e ndërprejnë bashkëpunimin me neve se mendojnë që janë bërë çiraka, kanë me vazhdu tash e gjetën formulën, edhe gjithë, po foli gjithë punët që i kam pas klient tillë kanë dështu, sepse nuk e ideja unë veç ja në gjeta e kam pas që pja u realizoj, pja u implementoj, po zbatueshmëria do të thonë është shumë e rëndësishme. Ata kanë mungesë në zbatueshmëri, do të thonë hapa ABC ata gabojnë që si marrin dur data disa zhvillime. Prandaj konsulenti nuk ka veç pse ka identifikuar, po ekziston pjesa e implementimit të zbatueshmërisë. Ajo shumë e rëndësishme ose mundeni me marrë një klient, sepse e përcjellni gjithë procesin deri në fund edhe me një tyra më të mira se sa shërbime këtu teorik. Po dhe ajo praktik është shumë i mirë për consulting. Albon, unë ty të përgëzoj që kyç, sepse ne na mungon përvoja e tillë e konsulentëve, me atë shumë vite përvojë, në atë sektor veçanti, pra po them, unë jam ekonomist, domethënë kam zhvillim certifikime kështu me radhë, botën ekonomike. Unë përvoja me kolegët mi të inxhinierisë do të është më e mira, sepse mindseti juaj me mindsetin që keni ju të zhvilluar si inxhinier është e përkryme për me qenë një konsulent i suksesshëm. Më e mirë se sa vetë si një ekonomist. Sepse ju i dini proceset në atë aspektin edhe ne ka ne që zhvillohen për marrë deri ajo praktik. Kurse ne jena më shumë vetëm ajo pjesa them kështu strategjike, taktike, teorike për marrë deri një rezultat. Mindseti i inxhinierëve është për neve është gold mine. Në po fuli drejt. Prandaj po të përgëzoj Valbon mos u nal për consulting industry, për kundrazi mendoj se kemi punë shumë të suksesshme sepse pe di çfarë provoj ki. Vetëm mos u dorëzohet me probleme po fuli shqiptarëve, sepse ekzistojnë probleme të tilla lokale, që tregu jon Kosovë është pak më i theksuar. Më i theksuar se sa i Shqipërisë, shqiptarët dhe ata. Më i theksuar është. Prap ata mindsetin e zhvillimit apares e kanë pak më të avancuar. Pak më i egër në disa aspekte operacionale, po në zhvillim janë shumë vizionar. Faleminderit shumë Lorek, shumë faleminderit për Faleminderit, Valbona, kënaqësi. Faleminderit, respekt. Faleminderit. Po dal te dy slajdet fundit, sepse besoj se koha veç na ka shëtëruar, domethënë të dizajnimi modeleve, kjo është më rëndësi si konsulent i dizajnu modelet të shërbimit, me po një lloj prototyping anglisht, se fjalori në konsulencë dhe management është gjithmonë anglisht, në çdo gjuhë. Qoftë francez me kon, ata kanë me punë në anglez, në këtë aspektin si konsulent.
Prandaj edhe mos të vjen rënd, unë hyrtari gjuhës shqipe, çdo sa mundona me përkthyer shqip, po jo gjithmonë është duhur për aspektin profesional edhe për me kuptu edhe klientela jam, është një pak një përkthyer, edhe për asoj gjuhës që rrjedh, sepse rrjedh pe gjuhës angleze edhe nuk mundesh po pali çdo sa me përkthyer. Çka mua e përkthej, çka s'moj ju them, gjithmonë bazohen në literaturë angleze është ajo që është e duhura. Edhe francez, francez, mos, dhe sa francez të ka. Kur vjen puna të konsulenca janë në literaturë angleze, gjuhë angleze. Eksploroni mënyra të ndryshme të ofrimit të shërbimeve, domethënë me bu punëtori, trajnime, janë shumë rëndësi, sado që ne i neglizhojmë një tepër të rëndësishme. Konsulencë mund me bu domethënë me retainer, me abonim mujor, me hapësi shërbim, shërbime digjitale ose hibride, këto ma të ceka, të cilët disa shërbime dia kanë qenë gjithmonë fizike, është mirë mi drejtu pak edhe në atë aspektin e digitalizimit, çfarë do formës që mundeni është e mirëseardhme me po një të tillë. Ka mund të më thonë një rast praktik, konsulenti transformoi shërbimet fizike në platformë digjitale duke zgjeru audiencën dhe duke dyfishuar të ardhurën brenda disa muajve. Kjo është realitet. Thjesht digitalizimi t'i hap mundësi të reja. Po jo çdo sen mundet të digitalizu, po rrallë sen nuk mundet të digitalizu. Sidomos shërbime, që se folin për produkte, po këtë rast na ofrues të shërbime, po folin për perspektivës, për këndvështrimin tonë si konsulent, se na duhet me jap shërbim me po mënyrë sa më të digitalizuar. Çka mundemi, ta po fol. Tash po hinë raste praktike, domethënë si shembull, ideja është me u jap thjesht ja mbjell idenë kokë që digitalizimi sot është shërbim sukses. Për çdo të po fol për kohën e juaj, për fitimin e juaj, për shërbimin më cilësor, për regjistrim të papa, domethënë se do keni ndërmarrë gjithë aty në atë vetëm çose në aspektin digital. Thjesht deni edhe follow-upin edhe kur ka ndryshuar diçka, janë çështja me ardhur me një redo, me rikthy pak çështjen e teknika, unë më kthy në aspekt digital shumë alë. Testimi dhe përsëritja, thjesht i vjen ushtrimi. Pilotori shërbimet me një grup të vogël klientëve për mbledhur reagime. Thjesht çose në atë pozit ku mund me disa klientë vogël me bodë, domethënë disa shërbime pilotimi thjesht ose beta, është mirë me bodë me disa klientë, që nuk reagon thjesht shërbimi me bodë dom rast çose nuk jep rezultate të mira jashtë departamentit të më. Adaptimi dhe përmirësimi bazuar në nevojat reale të tregut. Kjo kështu e zbërthy shef që thojnë, shumë shpesh ndodh te kompanitë konsulence që japin consulting në financa. Ata bojnë shumë kësi lloj produkte, ku edhe i testojnë me disa klientë, edhe shohin çish po reagon, apo marrin plana duhur, apo vjen deri te zgjidhja e asaj problematikës që ne munduam me punë me produkte. Domethënë thjesht financial sector consulting është shumë i zhvilluar me kësi lloj produkte. Jetat të teknika për inovacion të shërbimeve, me buni service blueprint, ku vizualizimi i çdo pike kontakti është shumë rëndësishëm me klientin e juaj, me both value proposition in Canvas, definoni dhe përshtatni ofertat me nevojat e klientelës, jetët digjitale, përdorni software zakonisht po pozicionim janë cloud-based, për menaxhimin e projekteve, automatizimin e detyrave. Asana, Microsoft Project, name it, po pra disa tjerë, në diçka prej Zoho është shumë i zhvilluar tash për momentin, më jep shumë shërbime digjitale, që konsulentë kanë punë shumë. Zoho. Tash po them vetëm të këto pikat kryesore, tani të ç'është nevojat lokale për të identifikuar mundësitë inovative, përcaktimin domethënë unik i ideës për me pas rezultate të mëdha, eksperimentimi me modele të ndryshme dhe dorëzimi i shërbimit për fleksibilitet maksimal. Kjo është ideja, gjithmonë pas edhe fleksibilitet, i testu ato me konë gjithmonë përshtatshme për tregun e caktuar që ne dini të ofru. Do të po tingojnë ndonjëherë çipi përsëris, po shumë rëndësishme është tregu lokal, çdo klient është i veçantë. Po e kam si detyrë me përsërit çfarë më shumë. Përsosni edhe motivoni, domethënë me përdor Canva për oferta të bukura, me bu falas shpejt, me pa që jeni fleksibil, jeni ekspeditiv, takoni klientë, në shumë rëndësi kjo pjesa po foli rajonale, mi taku klientë, ku dhe që ata preferojnë, 99% është kafe, adetimi kafe, taku, o dhe në zyrë mund me t'i për kafe, po realisht edhe në kafene,
kështu që besimi krijohet ballë për ballë. Kjo është shumë e rëndësishme. Pjesa humane, domethënë njerëzore jonë është shumë e zhvilluar, edhe është njeriu me atributë si element për të qenë i suksesshëm për më punë shërbim. Gjithmonë ballë për ballë që mund të më bëj takim. Takimi ballë për ballë mendoj që më shumë se 67% është punë e kryme edhe me marr punën. S'po them që përfundon puna, me marr punën. Pra pastaj follow-up disa problematika të tjera. Po ballë për ballë kur të ndëgjon edhe të shef çka po propozon, çka po jep si këshill, mos japni këshilla sakta, mos japni këshilla me tools që mund të përdor kur ato në anë të ju janë brendshme të cilat keni përdorur gjatë rrugtimit në një projekt. Po foli projekt, se projekt është edhe një klient i caktuar, edhe është projekt. Nuk është projekt do të më punu për projekte ndërkombëtare, që është keq kuptuar në fjalorin tonë. Është shumë sena që në keq kuptuar në fjalorin tonë, të na për marketingu është sinonim i reklamës. Marketingu është shkencë ekonomike për treg, nuk është për reklam, po është një fragment i vogël në marketing cila merret me reklam. Kurse të na për televizione publike, jo publike, kështu me radhë, po vjen puna e hapësirës reklamuese quhet marketing. Kjo është gabim drastik. Sigur, edhe aty kena keq kuptime, edhe aty kena degradime, edhe konsulencë një kemi. Treks truks, domethënë truke që do në shqip, i vjen me ofru disa konsulta palas, po foli konsulta përgjithshme, jo jep shumë elemente me që ato e kryen punën ai edhe ta von ok faleminderit vajtë se njim dhe sa punën edhe mos lajmërohet. Kjo është ideja kur mos japni elemente të tilla, po mja zhu kurreshtin që ju keni zgjidhje rezultatin prapërsisht atje më me ta qit, edhe ai mendon që ideja është e mirë me të përfshirë në projekt. Pëlloni nivojin, dizajnoni shërbimin, implementoni zhua. Kosova është e juja. Domethënë, me gjetë, me po, edhe me dorëzu. Jeni gati për tregun lokal po se po, unë gjithmonë insistoj në tregun rajonal me qenë aktiv. Ju dëshiroj zgjodh dhe sukses, besoj që keni me pas. Kjo ka qenë domethënë një prezantim i shkurtë i jemi, tash e kena pyetje përgjigje, PNP, question and answers. Domethënë e kam bërë kështu si një diagram ku pyetjet e klientëve domethënë duhet më bëhen me bisedë. Filloni nga domethënë me ndryshu një biznes e vogël gjithmonë. Ndryshon një biznes një javë, këtë javë, çka bëni, një ndryshim vogël. Aty filloni mindsetin me përpunu si konsulent që mundeni me bëu shërbime të mira të shërbimet juaja në tregun lokal dhe rajonal. Faleminderit. Faleminderit Lorek, po presim nëse ka dikush pyetje të fundit. Kemi të kalu pak orarin, mirë po tema ka shumë interesante dhe patëm kërkesa prej pjesëmarrësve që më u fillu më shumë. Po që ndoshta një orë është tejet e vogël për me u fokusu dhe me u thellu në temë. Mirë po, ndoshta kjo është ide që me e shtjellu më shumë në webinaret e ardhshme. Ardian, e poshtë që e kishe ngrit dorën, nuk e di ndoshta ke gabim ose po do Jo, po ta me diskutu dy çështje. Lërik. Veshun. Po, folje për pjesën që me dorëzu produktin, me përmirësu produktin, edhe e ndërlidha shumë mirë, domthonjë që përveç që to si konsulent me zhvillu, pas ka nevojë shumë që me qenë edhe një menaxher i projekteve i mirë, se konsulenca është një projekt, domethënë me një klient edhe kjo metodologjia e gjatë që përdoret shumë, domethënë të është e aplikueshme edhe te konsulenca që e dorëzon një produkt, merr feedback-ën, e përmirëson vazhdueshëm derisa të janë të kënaqur të gjithë. Kjo ke e parë domethënë që menaxher i projektit është domethënë ndërlidhur ose ndërvarur në komplet edhe me konsulencën, është mundësi mirë me pas përvojët e dy fushave. Edhe e dyta, shumë interesant. Që kjo e fundit që përmendi edhe kolegja, se harrova emrin, fal. Sa po shoh Kosovë ka një mungesë të madhe të një komuniteti të konsulentave ku edhe ka ndonjë seminare, shkëmbim mendimesh, bashkëpunime ose edhe thjesht ndoshta unë jam jashtë kësaj punoj pak si vet, pa bashkëpunëtor shumë, po pas ka nevojë ndoshta shumë e domosdoshme një jo webinar, por ndoshta një trajnim pak më i thellum, më i gjatë edhe me shkëmbim më shumë edhe përvojë, edhe diskutime, edhe
ndoshta e këshillin në tallë me Lorik si mundësi që me na ofru, ndoshta edhe fizikisht, jo veç online, kështu për një orë, edhe me shkëmbry ide, me ndërlidh një farë lloj komuniteti që kishte mujt me ndihmu një tjetrin. Megjithëse, unë kam qenë pjesë e kësaj lloj ndërmarrje, më thonë kështu, comme entrepreneur për konsulencë, kemi bërë disa dhe na janë edhe këto. Po nuk janë mjaftueshme. Këto do të qenë ongoing, do të qenë konsistente, po kemi pak një ngecje në këtë aspekt. Disa vite të fundit, më thonë, ka pak rani në zhvillim të tilla, do të më përgëzu Eciksi, i cili nuk o dorëzu fort, domethënë me Eciksi me projekte, me zhvillime, me trajnime, ka qenë ata që kanë bërë shumë të gjallë këtë idenë thjesht që konsulenca më zhvilluar dhe më përparu tregun e Kosovës. Që është pak edhe kjo paradoks, sepse edhe shumë shtete rajonale nuk kanë kësi lloj organizata që mirë me kësi lloj tematika të konsultingi zhvillu, e ne ngecim në atë aspektin sektorit privat, kurse sektori i zhvillimit të shërbimeve është bukur e mirë i zhvilluar. Po flas drejt, në rajon ka më shumë konsulent të Kosovës se të Shqipërisë, ose të Malizit, ose të Maqedonisë, po si treg i Kosovës jena paradoksit mas pakti përtitin shërbimet të konsulentëve për aspektin e sektorit privat. Paradoks, po them, jena treg paradoksal. Besoj që Faleminderit. ka marrë si shënim që duhet me follow-up çështjen ka kërkesë të madhe prej konsulentëve me bëu takime, zhvillime, trajnime, workshopa, ma shumë workshopa i kisha qujt, se përvoja tona ma mirë brainstorming shkëmben se sa dikush me marrë mikrofonin të ditën mos me dorëzu mikrofonin. Kështu që thjesht një exchange të dijes kompresume shumë e mirësardhur. Jo, ky taki me bo një qartë që ka nevoj të madhe. Shënimet janë marrë, këshyrim në të ardhmen qysh muj me elaboru se cilin kërkes. Unë Lorik të kisha falenderu shumë për diskutimin e vlefshëm që patëm edhe për këshillat praktike që i ndohen ndoshta me neve. Falenderoj edhe gjithë pjesëmarrësit që kanë do kohën, koncentrimin edhe angazhimin e tyre. Shpresoj që ky webinar i ka ofru njohuri, po edhe që që tha dhe tim fillim e ja ka nëzit pak kurreshtjen për mi përmirësu shërbimet e tyre. Mos të harrojeni me na ndjek edhe në webinaret e ardhshme dhe në aktivitetet tjera që i organizojnë kuadër të projektit Enabling Income Generation for the Poor, po edhe në kuadër të Empower Biz Webinars. Nëse keni pyetje ose dëshironi me ndonjë përshtypje ose që keni ide tjera se çka mundemi me bëu në kuadër të këtyre webinarëve, atëherë mos hezitoni, jemi të hapur, lirisht mundeni me na kontaktu për çdo gjë që keni. Faleminderit shumë edhe ju uroj një ditë të mbarë. Dhe zëve, ishte kënaqësi e ndër. Faleminderit. Shpresoj që shihemi prapë. Gjithat mirat. Për mirë.